E konstatuar që mami jot ka tipare narcise. Ajo është një tip që nuk e donte fare që ne fëmijët martoheshin. Kjo është diçka nga e cila unë nuk e ndjej veten të shëruar akoma, sepse edhe në sukseset e mia më të mëdha ka momente që nuk arritje me lumtur. Nuk ndërgjegjësohet fare për e para për atë që të shkakton. Më vishte rrobat e dashnores edhe më bënte që unë të sfiloja. Më vinte një nevëri sepse isha shumë xheloze ndaj babit tim. Edhe nga ana tjetër doja ta bëja ato të lumtur. Në momenti që e dinte që unë isha në shtëpi, nuk hapte telefonin, hikte nga shtëpi. Që të zhdukesh dhe mos ngresh telefonin kur të vije vajza. Kjo është pak e çuditshme dhe sidomos kur sa ke lindur. Kjo është një sjellje ndëshkuese. Ndëshkimet e narcisëve janë të tilla, janë shumë lënduese. Ti duhet të jesh gjithmonë në një ekzibicion dhe performancë të vazhdueshme që ta bësh prindin që ty të shoh, që ti ta fitosh dashurinë. Edhe prindi kështu bën. Që kur vjen në jetë të ka menduar si diçka që mund të përfitoj ndaj teje. Është okay mos flasësh me prindin narcis. Por është si flasësh me një derë të mbyllur. Shumë faje. Pra diskutimi që ore nuk i zgjodha unë këta prindër, tash unë nuk mundem më me këta prindër, nuk ekziston. Përveç mallkimit që ti je i rritur nga një familje ku është një prind narcis, ka dhe një bekim të vogël. Është dhe një shkallë dhe kjo dëgjësimi dhe ballafaqimi ndoshta edhe mbas kësaj interviste nëse prindi yt është në intervistë natyrisht do thotë që kështu muroni fat. Ti je mësuar tashmë që është gabimi yt.